Zem, kur jemi të sfida sakrifica, këto shumë pak I shohim publiku. Po një video e cila është bërë virale dhe është komentuar zakonisht shumë është një video e Medës duke mbajtur një koncert live edhe pse ka kamën e lëndume. Pra është goxha një sakrificë cilën po e mban, po kur ndalesh lexon komentet të shef që njerëzit ato kanë thënë gjithçka po bëni veç për parë, po nuk e shohin këtë pjesën që jo thjesht e keni bënë një lloj kontrate dhe një marrëveshje me palën dhe duhet me mbajt me patjetër. Si e komenton ti këtë? Po saktë me pyetje e the, nëse ai ka kontraktuar më herët atë dasëm, ai duhet me shku dhe me dalë në fund asaj, tash edhe nëse ka probleme ka në atë rast me në kom. Po. Unë për mendimin tim është shumë rregull që ka shku, tash ati ka ndodhur ai rast, keq që I ka ndodhur, uroj që të çrohet sa më shpejt, po sa I përket unë shumë normale, kom pas vetë, shumë normale është ajo. Do thënë edhe mua nëse më kishte ndodhur, unë kisha shku, me qenë mirë me dalën fjalë të ai mysafir ose dasmor që e ka ftu, ai ka pas dëshirë me pas Medën. Ai ka mujtë me marrë dikon tjetër, pa ai ka pas dëshirë, ai ka prit ditën me pas ato ndasën në gëzimin e vet familjar. Tash si vjen ai nuk ka pas probleme, ka pas probleme në kom. Përderisa ashtu edhe aq ka mjaftu. Edhe nuk mendoj që prish punë. Është një sakrificë që bëhet edhe kanjëherë më shumë për çift publikut, që mos me prish atë çefen edhe atë gëzimin që ka prit dikush me pa. Unë mendoj që më shumë ai meriton, do të thonë këtu ka më shumë ka merit që ka shkuar ashtu, se nëse dalin ato komente që I kem pa jo përpara. Nuk mendoj që ka bë përpara në atë rast. Nuk mendoj, nuk ka mbet vetëm deri ta dasëm ai me shku në atë mënyrë me shku me performu. Po mirë mos shpresoj që mos kemi edhe na probleme ashtu, po edhe nëse nesër mund të më ndodh, njëjtë kisha vepruar. Realisht, natyra e emisionit është e tillë që është një program motivues, inspirues, me tregu audiencës një anë tjetër të juajën se është gjithmonë ky gjykimi publik që njerëzit nganjëherë nuk kursehen edhe japin atë gjykimin final. Për shembull, shumica mendojnë që hajtë se këta kënaqen edhe thjesht I marrin çato parë për 1 orë, 2 orë edhe nuk I shohin realisht gjithë që të mund që bëhet në prapaskin. Po edhe jo besoj që I keni ato limitet, nuk është gjithçka nganjëherë bëhet vetëm për para. Çdo kujt është interesant, çdo kujt profesioni tjetër I duket I lehtë. Edhe mua më duket profesioni tash këtë rast I lehtë. Po më mendje që nuk është I lehtë. Sfidat. Edhe neve na referohen gjithmonë u kënaqet, po kënaqeni. Se tash ai gjithmonë niset prej vetit, të shef të kënu, të shef dyshka që është një gazmend, po në fakt ti ai që I detyruar me ardha të deri të një disponim.